mbeten ende në hetim. Një gjetje e pazakont ka alarmuar autoritetet në Rahovec. Në një fushë të hapur janë gjetur mbetje mortore, që sipas dyshimeve fillestare mund të jenë të njeriut dhe të jenë sjellur nga uji i rreshjeve të fundit. Pas njoftimit nga një qytetar, policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa rasti tashmë është në hetim. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, një qytetar ka njoftuar institucionet pasi derisa po ecte në një fushë të hapur, kishte hasur në mbetje mortore. Ankuesi mashkull kosovar njoftoi policinë se derisa ka qenë duke ecur në fushë të hapur, ka vërejtur mbetjet mortore që dyshohen të jenë të njeriut dhe janë sjell aty nga uji i rreshjeve të fundit atmosferike. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe i kanë tërhequr mbetjet mortore, rastin në hetime. Në Rahovec, në pjesën malore e cila gjendet prapa meje, dyshohet se janë gjetur mbetje mortore, të cilat, sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, mund të jenë sjellur nga rreshtet e fundit të shiut. Ndërkaq, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe hetimet për rastin po vazhdojnë. Mbetjet mortore janë tërhequr nga vendi i ngjarjes dhe do t'i nënshtrohen ekzaminimeve përkatëse, të cilat pritën të përcaktojnë nëse bëhet fjalë për mbetje njerëzore. Deri atëherë, institucionet nuk kanë dhënë detaje të tjera lidhur me identitetin apo prejardhjen e tyre. Për të mësuar më shumë rreth rastit, Kanal 10 i ka dërguar pyetje policisë së Kosovës, por deri në momentin e publikimit të kësaj kronike nuk ka pranuar përgjigje. Aksioni për lirimin e pronave publike në zonën e Ujmanit po vazhdon. Pas rënimit të vilave të ndërtuara pa leje, institucionet rrëznuara